Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, shman komentën ndaj kryetarit televizjes Besa. Në një konferencë për shtyp, Taravari deklaroi se qëndrimet e Bilal Kasamit ishin të parakoshme. Dobro, za Bilal Kasami ne bi sakal da. Për Bilal Kasami nuk do të komentoja, është qëndrimi i tij. Unë mendoj se shpejton kur jep deklarata, megjithatë është puna e tij. Kemi kryesinë qendrore të Aleancës për Shqiptarët dhe do të vendosim se si do të vazhdojmë atje. Që odlučime kako produžujemo kanat. Arben Taravari. Krahasaj ministri i Shëndetësisë tha se po negociohet me një shtet evropian për ndërtimin e objekteve në spitalin e Shtipit dhe të Kërçovës. Bëhet fjalë për spitalin e përgjithshëm të Shtipit, fakultetin e mjekësisë në Shtip, spitalin e Kërçovës dhe një pjesë e spitalit, një ndërtesë në spitalin e Tetovës. Është në procedurë, negociatat i bëjmë si qeveri, po paqeta e marrëveshjes nuk është vetëm shëndetësia, po janë edhe lëmit tjera. Unë besoj se qeveria së shpejti do të nënshkruan një marrëveshje strategjike me një shtet të rëndësishëm evropian për të ecur këtë projekt. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Koalicioni i qeverisës në Kosovë garanton mbështetjen për kryetarin e kuvendit dhe të qeverisë propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje. Ministri i Detyrave dhe Administrimit të Pushtetit Lokal Albert Krasniqi tha se grupi parlamentar i komuniteteve do të mbështesë votimin e kryetarit të kuvendit dhe të Këshillit Ministrave. Ne jemi për votimin e kryetarit të kuvendit dhe të qeverisë. E tash, këtu unë nuk mund me fol në emën të secilit, por unë besoj se ky grupi i deputetëve që jemi sot këtu përfshi edhe ata këtë ne jemi për qeverin Kurti, për shkak se Kurti ka fitu zgjedhjet edhe ka shumicën e shqiptarëve edhe tash po i relativizojmë numrat, po është 42.3, është shumë. Është thujase sa të gjithë të tjerët bashk. Ishte Albert Krasniqi, ministri i Pushtetit Lokal në qeverinë Albin Kurtit. Zëvendës kryeministrja në detyrë në qeverinë Kurti, Emilia Rexhepi tha se Lëvizja Vetëvendosje tashmë e ka përcaktuar kandidatin për kryetar të kuvendit. Ajo nuk zbuloi se për kë bëhet fjalë, pasi deklaroi se kjo është detyrë e kryeministrit. Na e dim, ama këto duhet kryeministri të tha. Unë besoj qeveria Kurti 3 votojmë sa më shpejt. Ambasada britanike në Shqipëri mbështet SPAK. Përmes një komunikate thuhet se ambasada do të përkrahë zyrën e prokurorisë së posaçme SPAK lidhur me përparimin e saj në reduktimin e korrupsionit. Ndër të tjera, ambasada bën me dije se do të ndihmojë SPAK për strategjinë e 3 viteve të ardhshme mbi median. Kjo strategji e komunikimit është një moment i rëndësishëm që përshkruan se si SPAK do të komunikojë prioritetet e saj gjatë 3 viteve të ardhshme me median, qytetarët dhe palët e interesuara, thuhet në reagimin e ambasadës britanike në Tiranë. Partia Demokratike paralajmëron se nuk do të mbështesë kërkesën e prokurorisë speciale për zgjatjen e mandatit të prokurorëve të SPAK. Sali Berisha gjatë një konferencë për shtyp tha se një kërkesë e tillë është e papranueshme. Çfarë është kjo? Të ndrojmë në kushtetutën për ka frikë nga puneti? Jo, mos ndron kushtetuta. Ta them mund të jam ta apo. Kur? Po, kushtetuta do ndryshoj, do të hiqet e drejta në mënyrë të prerë që prokurori të kontrollojë gjykatësin e dosjes. Kjo s'ndodh në botë. Dhe ai ndryshim është urgjent. Por tjetër, për të zgjatur afatin, për të dhënë këtë atë, jo, ta harroj se ndryshon kushtetuta për të jam ta apo. Nuk ndodh ajo. Kryetari i PD-s është i mendimit se Tumani ka frikë nga pasojat e punës së tij si drejtues i prokurorisë speciale. Halli mandatit. Por zotrin, nëse ke kryer detyra ti, prit minutë. Nëse ke kryer detyra në zbatim të ligjit, ti s'mund të kesh frikë nga puna jote. Ku t'ja thuat atë? Ja ku i ke kolegët e tu që kanë dhënë dënime me jetë. Jo një po disa. Dhe i morën nxort nga sistemi. I nxort nga sistemi sepse dënuan kryebanditët e qeverisë edhe Partisë Socialiste. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.